Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Azia u bë javën e kaluar vendi mikpritës i dy takimeve të rëndësishme, siç ishte takimi midis presidentit kinez Xi Jinping dhe homologut të tij amerikan Donald Trump në Korenë e Jugut, po ashtu edhe takimi i 32 ekonomik i liderëve të APEC-ut përsëri në Korenë e Jugut. Dy ngjarje këto me rëndësi globale, geopolitike dhe geoekonomike. I ftuari im sot për të komentuar pikërisht këto ngjarje të rëndësishme është analisti, gazetari i njohur Bardhi Sejdarasi. Bardhi, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Pra, kemi dy ngjarje të rëndësishme, sigurisht u zhvilluan në Azi edhe për shkak të zhvillimit të takimit të 32 ekonomik të liderëve të APEC-ut, por jo vetëm, dhe kemi të bëjmë pra me një takim të shumëpritur, i cili është komentuar gjërësisht nga mediat, i dy liderëve të dy fuqive të mëdha ekonomike, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Është ky takimi i parë që bëhet fizikisht mes këtyre dy liderëve gjatë mandatit të dytë të presidentit Trump, dhe vetë presidenti Trump me natyrën e tij entuziaste të drejt për drejt ka thënë se ishte shumë i suksesshëm, dhe presidenti Xi Jinping nga ana e vet ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Kina mund ta ndihmojnë njëra tjetrën të kenë sukses. Mendoni se ky takim përcolli një mesazh, përcolli një sinjal të qartë për stabilizimin e marrëdhënieve kino-amerikane, të cilat gjatë gjithë verës, por edhe më parë kanë qenë me shumë ulje ngritje dhe ne i kemi komentuar në analizat tona, duke i dhënë kështu një mesazh edhe sigurisë globale në këtë aktualitet, pra siç e thash, disi të trazuar edhe në momentin që po flasim. Ju keni shumë drejtë Eda, sepse pothuaj se të gjitha institucionet që merren me ekonominë në përgjithësi, me ekonominë botërore veçanti, po sigurisht në mënyrë posaçme me marrëdhëniet midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Kinës, e kanë trajtuar shumë gjërë dhe madje me nota shumë realiste. Pikërisht takimin e të njëjtës së parë midis presidentit të Republikës Kinës dhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pra ishte një takim i cili ka lënë mbresa edhe për analistët. Është quajtur një takim i mrekullueshëm, është quajtur një G2, siç janë zakonisht G20, G7, G8 kështu me radhë. Është quajtur gjithashtu edhe një muaj mjalti midis dy liderëve kryesor botëror të dy ekonomive më të mëdha botërore. Madje është interesante sepse kur presidenti amerikan ka qenë në Air Force One duke u kthyer për në Washington, gazetarët me drejtë kanë pyetur që çfarë note i jepnin nga 1 deri te 10, pikërisht i takimet dhe presidenti amerikan ka thënë 12. Gjë që do të thotë pra që kemi një rezultat të dukshëm. Bëhet fjalë për një marrëveshje që është negociuar. Ju e dini që marrëdhëniet midis këtyre dy shteteve kanë qenë mjaft të ashpra për sa i përket pjesës tregtare të bashkëpunimit ekonomik. Këtu kanë parasysh tarifat me të drejtë ju e përmendni. Por gjithsesi tani kemi një marrëveshje kuadër, një marrëveshje e cila krijon mundësinë që në vijimsi të kemi mundësi të shohim se cilat do të jenë ndryshimet, dallimet që lidhen veçanërisht me tarifat. Kjo marrëveshje kuadër zgjidh disa probleme që në momentin e parë. Nëse ne themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që fentanili, që është një element jashtëzakonisht problematik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka më shumë se 48.000 të vdekur që lidhen pikërisht me përdorimin e kësaj. U zgjidh në fundi duke ndryshuar tarifat. Pra, nëse ne kishim tarifë 20% dhe ka një shifër që është signifikative, Kina përfiton rreth $100 milion për sa i përket shitjes fentanilit, por nëse tarifa e Shtetit të Bashkuara do të ishte sa që ishte 20% pra pa ulur, dëmi do ishte $100 miliard. Pra, keni parasysh që është kjo gjë. Një gjë tjetër që është me interes dhe që kishte interes për të dy palët, veçanërisht për Shtetet e Bashkuara, kishte të bënte me importin e sojës. Fermerët bujqit e Shtetit të Bashkuara të Amerikës kishin probleme të mëdha për sasinë e madhe të prodhuar. Që ditën që janë bërë bisedimet, 1.8 milion ton sojë janë tashmë importuar nga Kina dhe janë eksportuar pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke bërë hapin e parë të kësaj marrëveshje siç e thash kuadër. Marrëveshja u vlerësua shumë nga të dy presidentët, të dy e quajtën të jashtëzakonshme si marrëveshje, madje nëse shikojmë edhe pamjet filmike kur të dy presidentët kanë dalë nga bisedimet, kanë qenë krah për krah me njëri tjetrin, të mbështetur tek njëri tjetri, dhe duke luftuar, duke vlerësuar njëri tjetrin. Pra, të dy kanë thënë që ne duhet jemi një lokomotivë. Pra,
janë dy presidentë, dy shteteve kryesore të botës, sot vendi i parë dhe vendi i dytë, të cilët duhet të udhëheqin pra zhvillimet e ndryshme ekonomike dhe botërore. Sigurisht që takimi ka qenë i pritshëm në kuptimin e grupeve që kanë negociuar tarifat, është një takim i cili do të vazhdojë, madje presidenti amerikan thotë që është vetëm fillimi dhe ne duhet të vazhdojmë atë të ardhmen që të negociojmë me qeverinë kineze. Edhe ato grupet që kanë biseduar në raundet e bisedimeve kanë qenë në VMC dhe janë edhe sot e kësaj dite që flasin, është vërtet. E tyre ka qenë frutdhënëse, përderisa të dy krerët e shteteve në këtë moment të takimit të tyre të njëjtën e kaluar, pra kanë arritur dhe besoj që ashtu siç pati një ndikim të madh, ai konflikt, ajo përballje, sidomos në tarifat shumë të mëdha. Që ne i kemi përmendur vazhdimisht edhe në këtë kemi bisedë. diskutuar, por tashmë u ra dakord edhe për bashkëpunim në fushën ekonomike, në fushën e tregtare të energjisë, por edhe të shkëmbimeve njerëzore. Ky bashkëpunim ekonomik dhe tregtar sigurisht që edhe juve i cekët çështjet që në fakt presidenti Trump, ashtu siç e cilësuat edhe ju në avion, i bëri të ditura pikat kryesore, por konkretisht kemi të bëjmë edhe me uljen e tarifave tregtare ndaj Kinës nga 57% 47%, pra 10%, dhe mendoni Bardi se kjo arritje, do ta quanim arritje për momentin që flasim, do të ndikojë në ekonominë globale? Patjetër që do të ndikojë. Nuk do të referohem këtu dhe komendeve të ndryshme që janë bërë veçanërisht në takimet europiane. Ne kemi një shprehje të kryeministrit ton në takimet e javës fundit, i cili përmend të dy shtetet, thotë është një marrëveshje e vlefshme dhe e domosdoshme midis këtyre dy shteteve. Nëse të shtin Amerika të ai do ta zgjerë kolla Kina, nëse Kina kollitet, atëre të gjithë botën do ta kemi në një pandemi, po themi tani siç e përmendi pak a shumë zotëra, ma është rëndësishme kjo që thoni ju, sepse ky bashkëpunim nuk siguroi vetëm këtë ngrirje në momentin e deri tanishëm tarifave, nuk u vendosën tarifa të reja, nuk u bë për shkallëzimi si kundër pritej, sepse në datën e nëntor pritet të kishte një shkallëzim të ri të tarifave. Sigurisht ato kanë ngrirë tani dhe kanë mbetur në atë të drejtën që thoni ju që grupet negociatore do të merren me njëra tjetër. Po ka dhe ndryshime të tjera si lidhen për shembull me energjinë. Është rënd dakord që të ketë një American Energy, një kompani e cila do ketë mundësi që të shfrytëzojë të gjitha pasuritë e Alaskës, dhe këtu kanë fjalën për naftën. Ju e dini që konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës sigurisht që është çështje mjaft e madhe, është debatuar dhe është diskutuar dhe në takimin e dy liderëve botëror, pra edhe të presidentit Xi dhe presidentit Trump, dhe edhe pse nuk është folur në terma konkrete, është kërkuar pikërisht kjo gjë që të kufizohen sasitë e importuara të karburanteve, e kam fjalën për atë që ka Kina si pjesë kryesore të importit. Po gjithsesi, çështjet që lidhen me praktika të njohura të deritanishme të vendosjes së tarifave, duket që kanë në një qetësi, do të mbeten këto që janë, për një arsye shumë të thjeshtë. Në prill presidenti amerikan do të jetë në Kinë, në Pekin, ndërkohë që i bën një ftesë te presidenti kinez që të ndodhen takimin e G20-s. Janë dy takime të rëndësishme që vijnë në vitin që vjen. Pra, APEC-u nuk do të jetë më siç ka qenë tani në Europajsori, do të jetë Kina që do ta realizoj vitin që vjen, ndërkohë që është dhe Shtetet Bashkuara që ka G20-n. Kjo është arsyeja që kjo marrëveshje është quajtur marrëveshje kuadër, kornizë, dhe që sigurisht që në këto dy takime do të ketë mundësi pastaj të plotësohet, të përmirësohet për të ndihmuar ekonomitë të dy vendeve. Dhe ndërkohë duke parë edhe le të themi një koment që ka bërë ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi lidhur me këtë takim, por jo vetëm, edhe me takimin e APEC-ut. Më bën përshtypje fakti që si një krye diplomat, sigurisht parë në një aspekt më të gjerë dhe në perspektivë, ai ka thënë se kthimi i të dy palëve në dialog mbi çështjet ekonomike dhe tregtare ka rritur besimin në tregun global. Dhe është pikërisht kjo që tha Kjo ndodhi shumë shpejt, Eda, sepse menjëherë pasi përfundoi ky takim dhe takimi i APEC-ut pra ditën e shtunë, ditën e hënë i thjesht shefi i diplomacisë kineze i ka bërë një telefonat sekretarit të shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio, dhe i ka thënë që bëhet fjalë për një takim të rëndësishëm, bëhet fjalë për dy asete strategjike. Ai ka quajtur presidentet e dy vendeve si asete strategjike që do të sigurisht që do të sjellin pikërisht që përmendet ju, pra do të sjellin përfitime të dyjanshme jo vetëm në ekonominë të dy shteteve, po veçanërisht edhe në ekonominë botërore. Kështu që unë gjykoj që e kam parë me vëmendje dhe deklarimet e tjera të ministrit të jashtëm të Kinës,
i cili me të drejtë trajton jo vetëm çështjet që lidhen në marrëdhënie dypalëse midis Kinës dhe Shtetit Bashkuara, por veçanërisht edhe në Europë paqësor, në Azi paqësor. Sepse APEC-u është mjaft e rëndësishëm dhe kjo u duk edhe në fjalimin shumë të rëndësishëm të sesionit dytë të takimit 32 botëror ndërkombëtar që mbahet në këto vende. Dhe pikërisht unë për këtë doja që të ndaleshim Bardi, sepse edhe në hyrje ceka që dy ngjarje të rëndësishme, pavarësisht se kemi të bëjmë edhe me vizitën e presidentit Xi në Korenë e Jugut dhe takimin me homolog të ndryshëm dhe rëndësinë e të gjitha këtyre bashkëbisedimeve, por u mbajt të premten në Korenë e Jugut faza e parë takimit të 32 ekonomik të liderëve të APEC-ut. Dhe ajo që u evidentua dhe që po vazhdon të komentohet nga media ndërkombëtare është fjala e presidentit kinez Xi Jinping me titull Ndërtimi i një ekonomie gjithëpërfshirëse dhe të hapur të Azi paqësorit, ku ai paraqiti 5 propozime. Ndërto mbështetja e sistemit tregtar shumë palësh, zbatimi i multilateralizmit, krijimi bashkërisht i një mjedisi ekonomik rajonal të hapur, promovimi i liberalizimit dhe lehtësimi i tregtisë dhe investimeve, ruajtja bashkërisht e qëndrueshmërisë dhe funksionimi i lirshëm i zinxhirëve industrial furnizues, promovimi bashkërisht i tregtisë digjitale dhe të gjelbër dhe nxitja e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të barabartë. Dhe nga analizat e ndryshme shihet se kjo fjalë e presidentit Xi, por në të njëjtën kohë edhe të gjitha takimet dhe diskutimet e tjera kanë përcaktuar kursin e bashkëpunimit në të ardhmen e afërt të Azi paqësorit, që në fakt ka një profil më shumë gjeoekonomik. E drejtë. Bëhet fjalë pra për një pol tjetër, një pol i cili është potencialisht i tillë, siç është poli i Azi paqësorit APEC-u, i cili në këndvështrimin tim tashmë do të ndikojë shumë edhe në një konkurrencë të shëndetshme midis grupimeve të ndryshme. Ne përmendëm edhe takimin që do të bëhet në nëntor për APEC-un në Pekin, apo takimin që do bëhet në Washington në G20. Mua më bëri përshtypje veçanërisht një kërkesë e shprehur tash me presidentit kinez që kishte të bënte me zhvillimin e teknologjive, veçanërisht inteligjencës artificiale dhe mënyrën se si shtetet e Azi paqësorit duhet të ndihmojnë dhe të kontribuojnë njëri tjetrin. Ishte pika e parë e bisedës që ai zhvilloi fjalës që mbajti në këtë takim. Mjaft e rëndësishme gjithashtu ishte pjesa që lidhej me nevojën që kishin shtetet e Azi paqësorit, të cilët duhet të ndihmonin për eliminimin apo minimizimin e varfërisë, pra të ndihmonin njëri tjetrin. Më duket që ka një sens mjaft pozitiv pikërisht kjo fjalë, se lidhet me kontributin e përbashkët ekonomik që mund t'japin këto vendjet ndaj njëri tjetrit dhe pastaj edhe ndaj botës globale, me qëllim që të vazhdoj edhe ajo që kemi thënë së bashku në bisedë. Ju e dini që në 3 trimëorët e parë të këtij viti, Kina vazhdon të ketë një rritje ekonomike për 5.2%, eksportet veçanërisht në mjaft të dallueshme janë 4% të prodhimit të brendshëm bruto dhe gjithsesi këto janë tregues që në një farë mënyrë ndikojnë tek këto marrëdhënie që kanë shtetet e Azi paqësorit. Madje presidenti kinez e përmendi disa herë që Kina është e gatshme të ndihmojë me të gjitha nevojat që kanë këto vende, me qëllim që të krijohet një forum i tillë. Dhe ndërkohë Kina është një partner kyç për sa i përket tregtar. Është vërtet, prandaj përmenda dhe eksport që nuk janë të gjitha në një zhvillim. Absolutisht, si shpjot në shumicën e grupimeve, s'mund të jenë shumë e drejtë. Disa janë më të është shumë e vërtetë. Dhe kemi dhe sigurisht një kuadër politik tashmë të ndryshëm në Japoni, një kryeministre e re dhe sigurisht edhe ai është një vend i rëndësishëm, por gjithsesi për sa i përket këtij takimi ekonomik të rëndësishëm ka patur edhe disa, le të themi, ka patur rëndësi edhe për vetë vendet e Azis, në përgjithësi vendet e Azi paqësorit nga ana tjetër, sepse një vend të veçantë ka patur edhe për marrëdhëniet Kinë-Kore Jugut, por jo vetëm. Ju si shikoni në aspektin e Azis, të ekonomisë së Azis? Ka disa shfaqje globale që lidhen jo thjesht vetëm me ekonominë, por lidhen me gjeopolitikën dhe pikërisht qëndrimi që mbahet ndaj Koresë së Jugut, duke patur parasysh dhe konfliktin e vazhdueshëm dhe të ershëm me Korenë e Veriut, apo dhe zhvillimet e tjera që lidhen me Azi paqësorin, janë në fokus të jo vetëm thjesht të fjalimit që është mbajtur në takimin e ditës së shtunë që shkoi, por veçanërisht në atë që do të ndodhë gjatë nëntorit të vitit që vjen dhe që lidhet pikërisht me forcimin e këtyre vendeve.
Korea e Jugut, duke qenë një partner i ndjeshëm dhe i fuqishëm tregtar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po duke patur dhe ndikim të madh edhe në të gjitha pjesët të territorit ku shtrihen vendet e Azisë Paqësorit, sigurisht që ka një domethënie të madhe për sa i përket politikave ekonomike të Kinës, sepse zhvillohet një pjesë e madhe e tregtisë, ka dhe një pjesë shumë të madhe që lidhet me marrëveshjet të hershme. Tashmë bëhet fjalë për fazën e dytë. Sigurisht. Sa e marrëveshje. Prandaj kërkohet pikërisht që të vendosen në pozita të njëjta, sidomos të tregtisë së bashkëpunimit ekonomik, me qëllim që të rritin atë pjesë që i takon bashkëpunimit të dy palësh ekonomik. Bashkëpunimi i dy palësh mes tyre sigurisht që kanë ndikim pastaj në të gjitha vendet e rajonit të APEC-ut, sepse siç u thash, po synohen politikat përbashkëta, po synohen që të zhvillohet ekonomia, veçanërisht tani po synohet shumë pjesa e teknologjisë, e digitalizimit, e inteligjencës artificiale e tjera se janë trend ndërkombëtar. Këtyre vendeve dhe pjesa më e zhvilluar e këtyre vendeve digitalizimin dhe teknologjinë, ekonominë digjitale e kanë në një nivel shumë të lartë. Bardi, unë të falenderoj për gjitha opinionet që ndam së bashku. Në fakt duket sikur është larg ky kontinent nga Europa, por jo, është ndikimi është shumë i madh. Me marrëdhënie që vijojnë edhe momentin që ne flasim apo analizat të ndryshme që bëjnë, dhe sigurisht që me një peshë të madhe në geopolitik, sepse aty nuk u diskutua vetëm për çështjet ekonomike, po u diskutua edhe për çështjet e trazuara tashmë të kontinentit ton, kryesisht për Ukrainën dhe Rusinë. Ukrainë që Kina do të ketë atje, por ashtu siç e thatë edhe ju, viti 2026 do të sjellë patjetër takime të reja, por edhe zhvillime shumë të rëndësishme për të gjithë botën. Ju falenderoj. Të dashur miq, sot në analizë i ftuar ishte analisti, gazetari Bardi Sejdarasi, me të cilin folëm për dy ngjarje të rëndësishme të javës së kaluar në Azi, takimin mes presidentëve Donald Trump dhe Xi Jinping dhe sigurisht edhe takimin ekonomik të 32 të liderëve të Azisë Paqësorit APEC. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.